Ditën e djeshme, redaksia jonë denoncoi sjelljen skandaloze të stafit të spitalit të traumës dhe vonesave të pajustifikueshme që u shkaktohen qytetarëve. Këta të fundit, edhe pse të pajisur me rekomandime nga doktorët dhe me orare për vizita e ndërhyrje, nuk u lejuan të futen brenda ambienteve të spitalit, duke pritur me orë të tëra në radhë në diell. Të thonë hajde në orën 8, e kur shkon aty të mbyllin derën në fytyrë, s'u intereson fare, thjesht të thonë kemi njerëz për ndërhyrje, u shprehen qytetarët. Ky denoncim i bërë publik, duke se ka shqetësuar drejtoreshën e këtij institucioni, e cila as ditën e sotme nuk i ka lejuar pacientët të futen brenda. Ata kanë treguar se drejtoresha e caruar ka dhënë urdhër që askush të mos futet brenda ambienteve të spitalit, edhe pse qytetarët shumë prej tyre të ardhur nga rrethet kishin orare të caktuara për sot. Na thanë se kanë urdhër nga drejtoresha që të mos hynte askush, edhe pse kishin mbledhra zyrtare dhe ishin orari që na kishin caktuar vetë mjekët. Stafi ishte i acaruar dhe nuk pranonin asnjë shpjegim. Mirë për ne për spitalet që kemi, shpreh revoltuar pacientja. Ajo madje ka treguar se një qytetar humbi dhe ndjenja gjatë përplasjes me rojen e sigurisë dhe pritjes në rrallë që prej orës 7 të mëngjesit. Duhet thënë se kjo nuk është hera e parë që shqiptarët përballen me stres, paqartësi dhe përçmim të institucioneve, që qytetarin duhet ta kenë primar dhe shërbimin ndaj tij sa më efektiv.